Lëvizja vetëvendosje ka rënë pa nevojë në kurthin që i ngriti Edi Rama. Marrja përsipër e një roli prej lideri kombëtar në pretekstin e mbrojtjes së ish-krerëve të UÇK-s në Hag është një lojë e menduar me kujdes nga kryeministri i Shqipërisë për të ndërtuar një llogore nacionaliste në ditët e fundit të pushtetit të tij. Siç thuhet, nacionalizmi është streha e fundit e maskarejve dhe në këtë rast Rama e ka gjetur perfekt strehën. Ai po vesh petkun e patriotit të zhurmshëm për të maskuar frikën nga fundi politik dhe për të shpërqendruar vëmendjen nga korrupsioni, skandalet dhe izolimi ndërkombëtar që e kanë kapluar. Në praktik qëllimi është politik, të sulmoj Albin Kurtin dhe të ndikojë në zgjedhjet e Kosovës. Duke rritur presionin ndaj vetëvendosjes, Rama po përpiqet të pengojë fitoren e saj në Prishtinë dhe Mitrovic, për të krijuar jo stabilitet në Kosovë, për të shfaqur veten si stabilizatori i Ballkanit në sytë e perëndimit. Në këtë strategji, përfshirja e Ali Ahmetit në protestën e Tiranës nuk është rastësi, por pjesë e planit që Rama po shpalos ndaj qendrave perëndimore të vendimarrjes. Një sinjal që vetëm ai mund të ruajë ekuilibrin në rajon, njësoj si homologu dhe miku i tij, i vjetër Aleksandar Vučić. Si Vučić edhe Rama po përdor të njëjtin manual pushteti, frikën nga kaosi dhe nacionalizmin për të mbajtur karrigen. Ai po përgatit terrenin që të thotë nëse bie unë digjet gjithçka rreth e rrotull. Protesta për UÇK në Tiranë nuk ka asnjë funksion politike as moral. Përkundrazi ajo dëmton vetë ish-krerët e UÇK-s sepse perceptohet si presion politik mbi një gjykatë ndërkombëtare. Por për Edi Ramën kjo është e parëndësishme, rëndësi ka që të ndes zjarrin për të shfaqur më pas si i vetmi që mund ta shuajë. Dobësimi i Albin Kurtit është thelbi i gjithë planit. Me Kurtin jashtë loje, Edi Rama do të mbetet i vetmi zë shqiptar që mund të flasë me Berlinin dhe Brukselin, një Vučić me fjalor më të butë por me instikte të njëjta pushteti. Vetëvendosja ka vetëm një përgjigje të mençur në këtë situatë, të mos bjerë në grack, të mos replikoj, të mos reagoj, sepse sa më shumë e përmend Ramën, aq më shumë e forcon rolin e tij si aktor rajonal. Heshtja është arma më e fortë ndaj një lideri që kërkon zhurmë për të fshehur frikën.